të ekzistojë. Urdhëro pra, merr fjalën. Reforma për drejtësi. Reforma për drejtësi dhe qytetarët thonë sa. Reforma për drejtësi që i da pa drejtësi. Këtë duhet, nuk ja u thonë mediat këtë. Nuk ja u thonë që dosja pret 15 vite për të gjykuar. Nuk ja u thonë se gjykatësi ka 1000 vendime të pasbardhura dhe qytetarët janë në burg. Këto nuk u thuhen. Ndaj dhe unë do e kam mision këtë. Unë vazhdoj me misionin tim. Nuk lëkundëm unë. Një gjë që unë e kam mision dhe siç luftoj mafjen më të rrezikshme që Edi Rama shtetërore, do luftoj dhe mafjen e fjalës së lirë. E di ç'thot Konfuci? Konfuci thot: kur fjalët humbasin kuptimin, qytetarët kanë humbur liri. Dhe këtë mos harroni kurrë. Në datën 8 maj ndihmoni protestën e radhës. 8 maj. Po të premten, keni ndonjë strategji tjetër për ajo do komunikohet sapo të shifet e domosdoshme. Faleminderit. Shikues të nderuar, ishim drejt për së drejti me pamjet nga fjala e zotit Berisha me njëherë pas daljes nga ambientet brendshme të prokurisë së posaçme. Zoti Berisha ka qenë i shoqëruar së bashku me avokatin Genci Gjekutaj, me cilin me sa duket ka edhe një komunikim në këtë